Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Luizi ka 2 fjalë thumbuese për telefonatën e Kiarës me Oltën. Në Goca dhe Gra, Kiara Tito surprizoi publikun me një telefonat të papritur me Olta Giçarin, ish banoren me të cilën kishte pasur një përplasje gjatë qëndrimit në Big. Dyshja u dëgjuan këtë herë duke komunikuar me tone të qeta dhe miqësore, duke i befasuar të gjithë. Ajo i përshëndeti Kiarën me fjalët: "Të përqafoj dhe ma puth lunën, me që je ma puth edhe Luizin." Nga ana tjetër, Kiara i shprehu kujdes dhe e pyeti për shëndetin, pasi kohët e fundit ishte raportuar se Olta kishte pasur probleme me syt. Pak pas transmetimit, reagimi i Luizellit nuk vonoi. Ai publikoi në Instastory një shkrim me nota ironie ku tha: "Më shpejt e nxori regjia foton dhe emrin në ekran se sa bëri ajo të hapte telefonin. Krejt rastësisht, domethënë, meqense kështu ishte edhe tema." Shkruan ai. Me këtë reagim, Luizi duket se ka thumbuar mënyrën se si u realizua momenti, duke nënkuptuar se gjithçka mund të ketë qenë e përgatitur. Ky koment ka ndezur rrjetin dhe ka rikthyer në qendër të vëmendjes treshen më të komentuar të reality show-ut Luizi, Kiara dhe Olta.